Mirëmëngjes. Jemi rikthyer në studio dhe jemi në një mendim, besoj që nuk është modele. Po pra çlie ka. Është modele. Në fakt, unë për vete, nuk e di kolegu, më pëlqen shumë sporti i mundjes për ta ndjekur, sidomos kategoritë olimpike, veçanërisht mundja greko-romake. Po, unë bëjmë në fakt stilin e lirë. Ti bën stilin e lirë, por tani unë do shoh dhe stilin e lirë. Pa dyshim. Alina Draghi është kampione në mundje. Ata pret mendja ti që merret me mundje një gocë e tillë, domethënë. Nuk e di domethënë. Është njësoj sikur të prezantoj për shembull një boksier dhe i themi që merret me centro. Po, edhe më shmerë, si pasion kot lirë, se s'është ja. Kolegu ka punuar, ka pas dhe një manufakturë të vogël për prodhim centrash. Shiko, unë se di pse keni këtë mendim, po ndoshta nga që kanë veshur këto dhe nuk po më shihni mjaftueshëm bicepsat e mia. Jo, duken Albina, duken mjaftueshëm. Kur të zam dorën, domethënë unë kam akoma këto tregi, domethënë shisim nga ngel dora, kaq. Jo, nuk tham që nuk na pëlqejnë muskujt, domethënë, por gjithsesi, domethënë. Nuk jemi mësuar shpesh të shohim vajza në këtë sport. Nuk është një sport shumë i përhapur, apo jo? Jo, në Shqipëri nuk është shumë i përhapur, në botë po është mjaftueshëm i përhapur edhe për vajzat. Por si që thash edhe më parë kur po flisnim, nuk është shumë i përhapur edhe mu duhet të stërvitem edhe me djem, po. Po, i mund? Do të thënë, bën mundje me djem? Po. Në qaure? Stërvitjen. Ti ke një është vetëm për profesionista. Ti zakonisht ndeshjet i ke, jo zakonisht, po ndeshjet janë me vajza, po jo? Pa tjetër, ndeshjet janë me vajza, po për arsye se më duhet të jam e kualifikuar në kampionatet europiane dhe botërore dhe pa tjetër atje është nivel tjetër dhe sigurisht vajzat që janë në Shqipëri janë pak më të vogla se unë dhe më duhet shumë ngarkesë që të mundem të arrij të paktën nivelin e atyre, sepse për ndryshe do kem nivel shumë të dobët edhe performancë shumë të keqe pastaj në qoftë. Ti ke qenë pjesë e sportit, po në fillim si volejboliste. Po. Pse se vazhdove? Çfarë të shtyu? Zhyti 2 herë topin edhe hapi 2 brimat. Kuptoj që kishte shumë forcë më të madhe se për këtë sport. Të them të drejtën, sportin e parë, mund ta quaj sport, kur kam qenë 11 vjeçe, kam nisë me tenis. Me tenis? Në tenis. Po, 2 vitet e para kanë qenë me tenis dhe pastaj në volejbol, ku mund ta quaj që isha luaja volejbol profesionist. Kalova 9 vite në volejbol, në sportin e volejbolit, ku këputa 2 ligamentet e fija. Po, ndika keqtë. Po. Ligamentet kroçat apo? Po, kroçat. Të dy kam vetë? Të dyja, sepse këputa njërin dhe nuk u binda mjaftueshëm edhe thash ta provoj edhe një. Vazhdove sportin. Po, vazhdova sportin se nuk të pengon tani në sportin e mundjes, apo i ke operuar? I kam operuar, por që është e vërteta sporti i mundjes më ka ndihmuar shumë që mos të kem probleme, sepse forcohen të gjitha muskujt rreth ligamenteve dhe i bie ngarkesa. Po, e bie ngarkesa dhe e mban muskuli pastaj të gjithë. Vura re që në palestër që ndroje horizontal dhe të vunë gjithë palestrën sipër. Gjithë ato peshat të funë bërë. Është më shumë për pjesën e korit, për muskujt e barkut, kryesisht për barkun, por ka edhe shpina, do më thënë gjithë pjesa e korit. Sa orë stërvitesh në ditë, do më thënë? Kur kam kohë mjaftueshme, do më thënë unë stërvitem çdo ditë, mundohem paradite dhe mbas dite. Paradite bëj më shumë forcë tek palestra, ndërsa mbas dite jam çdo ditë bëj mundje, do më thënë. Ja një vajzë që nuk ka pa ndryshimet e mrekullueshme që kanë ndodhur nga rilindja në Tiranë, se s'ka kohë, është në palestër. Po që është e vërteta, vërtet s'ka kohë. E njeh qytetin apo me Google Maps? Ja këtu erdha me Google. Për shaka, sigurisht që e një. E një. Përveç këtyre 2 seancave, pjesa tjetër e ditës për ty? Pjesa tjetër, unë punoj si instruktore me personal trainer edhe crossfitin. Do me thënë ti je full time dedikuar vetëm palestrës dhe sportit. Po. Po kështu fejes, martes, shu... Jo. Këta të shpis nuk të thonë, fare. Po jam e thonë dhe njerë. E thonë dhe njerë. Ke shpëtuar që Po ja, aty afër. Aty afër. Është sportist.
Normal. Tani, i japi s'ki. Mirë, okej. Po duat të risil, kolegë do thoje në një Kush ngre më tepër kështu në shtytje? Ti apo ai? Apo s'do të bëj. Shiko, e sigurt, në qënë se do ishte më pak i fortë se unë nuk do funksionon. Kështu që i shkreti stërvitet ai 2 herë në ditë. Duhet 2 herë në ditë stërvitet mua unë. Ai duhet 3. Po kështu në i gotë verë, në i raki, në i gjë kështu në i herë, apo jo? Jo, nuk e pi alkoolin zakonisht, po në një gotë verë. Mund të. Ndonjëherë. Kemi festime, patjetër që po. Patjetër. Do t'i ke shpresa, kolegë, se ti ndonjëherë nga një gotë. Parën, pastaj 2 të tretën, po çrësi ka. Ç'ke me mua kolegë, mos mbjerë në qapë Jo, që nuk bëj. sa radhe. Po bra. Sa radhe jo. Po flisim për mundjen, që këty ka lindur rastësisht, edhe duat të na tregosh pak në ndeshjen tënde të parë, si e fitove me aq pak kohë stërvitje. Po, ndeshja ime e parë, me thënë drejtën, ka qenë ajo që më shtyu që t'hiqja dorë nga voleybolli dhe t'filloja mundje. Me kë nga shoqet e skuadrës uzure? Ishte kampionati kombëtar në Shqipëri. Unë isha në Universitetin e Sporteve edhe sigurisht në Universitetin e Sporteve zhvillohen shumë lloje sportesh. Gjithashtu edhe mundja, edhe me trajnerin tim të mundjes që e kisha pasaj që ishte trajneri i parë, na vurim, do me thënë, me një vajzë tjetër që bëm një ndeshje, edhe unë për punë sekondash, do me thënë, ngri lartë edhe e hedhë poshtë në tokë. Ajo goca po ndjek emisionin, trego pak respekt për kundërshtarët. Është ngrit nga toka, kolegë, është ngrit. Edhe aty, pasi mbaroj ora, profesori më ka veç edhe më thotë që me çfarë sporti force merresh, do me thënë ishte i sigurt që merresha me një sport force. Dhe i thash jo, jam volejboliste. Dhe, si ka mundësi, ka që fort, do me thënë dhe volejboliste. Edhe i thash, por... Jo, në ato momente isha kështu që për të farë arsye mendojnë që volejbolli nuk është i fort, por që gjithsesi më sugjeroj që nëse kisha dëshirë të filloja një muaj të bëja teknik, sepse forcën e kisha gati, dhe të futesha në kampionatin kombëtar, më shumë për të provuar, për qef. Do me thënë, a i thjesht më sugjerojnë që fse ke dëshirë, edhe unë si gjithmonë që kam qef të provoj gjëra të reja, i thash, okej, pse jo, ta provojmë. Dhe fitove. Po, u stërvita një muaj, po me thënë drejton shkoja çdo ditë. Intensive. Për të mësuar teknikën. Po, për të mësuar teknikën. Edhe këthyve në mes? Dhe ishte, po, të bëra ndeshje me kampionen që ishte të Shqipërisë, aktualisht ato kohë. E cila po në ndjek, edhe jo, po. E cila s'është më kampionesh. Por, sigurisht, sporti i mundjes tek femrat nuk është se ishte shumë i zhvilluar, për gjithsesi ajo kishte vite, do me thënë, më shumë se sa unë. Dhe fitova ndeshjen e parë. Sa mirë. Dola kampione e Shqipërie, dhe kjo më dha shtys, më pëlqeu fitoria. Sa vajza janë angazhuar në këtë sport, afërsisht, në sportin e mundjes? Për sa bëhet fjalë? Flasim për 7, 12 apo 20? 10 vajza janë. 10 vajza. Janë 10 vajza tek ekipi jonë, do me thënë, por sigurisht janë me mosha të ndryshme dhe... E kupton. Tjerë pasere duhet të stërvitesh me djembë, se s'ke që të bësh. Sepse vërtet më duhet ngarkes tjetër. Të ashtë si tonë tjera anë, kështu më origin nga je? Më origin jam nga Kuksi. E pa, tani normal. Tani kuptoj. E kisha këtë dyshime, me dina, kisha, dhe nga Kuksi. Vjen naturale kjo në familjen tuj, dhe më thënë, kuptine i gotët, a kapna, dhe fillojnë, dhe më thënë, bëjnë mundjet. Po, kështu funksionon. Dhe, kështu funksionon. Por të vënd fëmijët një gjumë, jo si Netflix ke qenë babe, po me suplex. Kupton. Mora vesh, të qartë. Më është tradit, kjo është tradit. Tani të shkosh në Europiane, njef kundërshtaren e parë? Jo, kundërshtaret dalin një ditë para. Një ditë para. Që mos të bëjmë shumë analiza para praktikisht. E, kupton. Por që e rëndësishme është që do marrë pjesë në Europian. Po kesh presë të më? Po pa tjetër që po, nuk do shkoj kot. Ku zhvillohet? Europiani zhvillohet në Sloveni.
në Sloveni. Dhe është me datën 7 prill, pra shumë Po që të afër, ditën e pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. Ne do pushtojmë Sloveninë me kampionin. Po. Dhe unë pse kam edhe unë goxha shpresë. Shumë faleminderit. Jo, jemi dhe tifoz tani, domethënë se dolëm gati të një orë, domethënë doli nga Kuksi. Po ti çdo ku. Po ti nga Unë daloj gjithmonë Kukës, kur ikim në Kosovë. Edhe unë daloj. Pastaj mos harro që me shoqi ka lind Kukës, domethënë janë gjitha këto, kemi një lidhje familjare me këtë çështje domun. Por ajo s'bën mundje. Jo, ajo fiton mjafton klasi. Albina, vajza me fizikë si ty, ndonjëherë janë të tërhequra për konkurse ku vlerësohet edhe imazhi, ku vlerësohet edhe ne kishim para pak ditësh, një tjetër vajzë e cila e kishim në lidhje, të kujtohet, nga Anglia. Po, nga Elbasani. E cila kishte fituar pra në këto. Ke pasur ndonjë ofertë ose ndonjë tundim ti vetë që të marrësh pjesë në këto konkurse fitnessie? Bodybuilder ose... Ose të tjetër, për shumë, sepse dje Petri Bozo ka bëjë 60 vjeç, urime edhe 100, më thash se mos s'kaftun Miss Shqipëria. E sheh veten në kompeticione të tilla? Jo. Shumë e prerë. Jo, nuk më pëlqen. Të them të drejtën, pjesa e për bodybuilder dhe... Të them të drejtën, më duken pak muskujt... Ka dhe kështu fitness, dhe më thënë, momentin që ti nuk... Jo vetëm për ekstrem. Po, ato ekstrem, dhe më thënë, nuk janë fare tek pjesa e tyre. Po, janë muskujt pak të egzageruara, jo natural. Ti e naturale, pra ti nuk përdor në stërvitin tënde... Proteina dhe... Proteina suplemente? Tani, proteina nuk është të përdor shumë shpesh, përdor vetëm në periudha para garave. Por proteina nuk është ndonjë suplement, sepse mund ta marrësh dhe nga ushqimi, por në pamundësi se të punoj gjithë. Bëhet fjalë për hormonet ato që janë të ndërruar. Po, bëhet fjalë për hormonet. Ato jo, nuk i ka marrë ndonjë. Pra, në momentin që ti garon, pra dhe të duhet patjetër shtim masë muskulare, proteinat janë të nevojshme. Ndërsa suplementet dalin pastaj në analiza, sepse... Po dija një foto tënde në Bregdet ishe me një fustan zi. Nuk e di nëse mundet regjia të ma kthej mbrapsha të fotot. Fotot i ka shumë të bukura, sa dje nuk dija që fotot i ka të jashtëzakonshme. Faleminderit. Edhe normalisht ka shumë shije në fotot. Ai çuni që ishte mrapa në det, kush ishte? Nuk e pas kam vënë re. Notar o koleg, rastësishëm. Nuk e di dhe ta shikoj. Ja, është ai aty. Cili është? Nuk e di. Nuk e di. Je i sigurt? Unë edhe tash edhe do të bëj sforca tash koleg tash, nuk e di. Jo, po ti bëjmë zoom, a nxjerrim në një sekret, domethënë po ti bëjmë zoom. Nuk e di është ai që kemi këtu. Regjia jo më thotë që është vajza ajo mbrapa, është grua, nuk është burr fare. Nga e mori vesh regjia, domethënë. Po tani, unë si e bëra foto? Si e bëre foton? Kush e ka bërë foton? Kush e bëri foto? Cili ka bërë foto? Në fakt e bëri shoqja ime ngushtë foton. Albina po tregoj, s'ka me problem. kickboxing, besoj shoqja ime. Jo, shoqja ime është volebolliste. Volebolliste. Dhe është nga Himara madje. O sa mirë. A merresh me arte marciale? Jo, nuk merr me arte marciale. Jo. Më vi ka keq sepse kam bërë, domethënë pak kickbox sa për qef, por nuk është se... Sepse ne kemi këtu kampionin e botës në pillow box, që është një teknikë re, thënë unë, nëse ti dosh. Detyrohesh të mbash një regjim strikt apo jo? Rutina jote si është, duhet të flesh herët, të zgjohesh herët, ne mbrëm folëm dhe ti që në punë deri në orë të vona. Kjo nuk është se ndikon në cilësinë e jetës tënde dhe pastaj të pengoj që mos të kesh rezultate të mira në ndeshje. Jo, më ndikon. Si e balancon, të ndikon? Po, patjetër që po. Një sportist që të jetë i mirë dhe të dali kampion dhe të ketë pritshmëri që në fakt unë i kam, duhet që të ketë një regjim. Por në Shqipëri duhet të jetosh, kështu që duhet të punosh. Sepse sporti nuk është dhe aq shumë i vlerësuar. Unë e kam pasion dhe nuk mendoj që do e le deri në momentin sa të arrij qëllimin tim. Nuk e di ndoshta do shkoj 40 vjeç dhe prapë do jem aty duke. Do shkoj 40 vjeç, se sa shpejt do shkosh apo mos kina. Ashtu ë? Ma ka thënë dhe mua dje që do shkoj shumë shpejt. Por që kam një qëllim dhe jam shumë kokëfort, duhet ta arri se s'bën atë qëllim. Derisa të shkosh 40 vjeç do kesh 2 pit stope. Sepse çunë gocë. Gocë dhe pastaj çunë. Albina, ti je personal trainer, pra dikush vjen tek ty dhe do të jesh e dedikuar në trajnimin e saj
A mos ndoshta ajo në fillimisht ka iluzioni që do krijoj një trup si jyti dhe mbas 3-4 ditësh thot Jam ku jam unë? Ku jam? Ka dhe nga këto raste që e bëjnë edhe pak me shaka sigurisht, por që e kuptojnë, sepse fillimisht ju a shpjegoj që se si funksionon e gjithë pjesa. Disa, do me thënë, kanë atë pjesën e vetbesimit pak të ullet, sepse normalisht kur nuk e marrë ndonjëherë më përpara fillojnë muskujt shumë të dhembin dhe po nuk po shikoj atë ndryshimin, por sigurisht ndryshimin nuk shikohet me një javë në palestër. Unë kam shumë vite, që 11 vjeqe që kam fillu, që e vazhdoj dhe e mbaj këtë regjim, por kjo nuk do të thot që vetëm 11 vjeqe duhet ta fillosh që të kesh rezultate, absolutisht. Rezultatet shikohen shumë shpejt në qoftë se mban regjimin deri diku, se sigurisht unë jam sportiste dhe nuk po mundem që ta mbajnë 100% atë regjimin. Shikohet se sa gjithë palestët e barku, që kjo është... Po shtë dim shumë vetëm kur e sheh. Pse, why? Sepse kjo është puna ime, të testoj muskujt e mi deri në çfarë pike mund të shkojnë. Le t'ja themi sepse duket, jam buk peshku. Jo. Faleminderit, më qetëso. Jo, në fakt jam 5 kg dhe ato jeshilet janë 10 kg, kështu që e kam bërë pak sa për të dukur që shiko sa shumë janë, por 5 kg janë, nuk është se janë. Goxha janë. Po 5 herë, jo, në fakt aty kam shuar deri në 100 kg, 80 ose 100. Ke mbajtur 80 kg? Po. Sepse llogaritë 5 që janë ato, herë sa ishin aty. Kur duhet të ndroj lavatriçen, i bën gjithë vetë, nuk ka nevojë. E kështu. E ngret me kështu. Që perceptohet, por ja. Jo, e jashtëzakonshme, domethënë, e jashtëzakonshme. Faleminderit. Dhe unë me thënë drejtën jam bërë tifoz me ty dhe kam shumë shpresë si do kemi kampione europiane. Do flasim prapë, pas datës 7 prill. Po, patjetër. Na jepi sebeb që të flasim prapë. Okej. Merr një medalje që të flasim prapë. Mirë, unë falenderoj. Shumë faleminderit që nisa ditën me ju sot, ishte shumë bukur. Kisha dhe shumë pyetje tjera, pyetje sportive. I ruajmë për pas datës 7. Për shembull, ti mendon që ke vetëm ti kur i zbreshke këtu, por kam edhe unë dhe kolegu. Por vetëm ne kemi nga krahët. Domethënë, e kuptova. Jo, unë e kam jashtë, por i kam vendosur sa shtresat jam për ta ruajtur, se më marrin mësysh. Ti e Po, nuk është keq dhe ashtu, pak. Stres djami duhet. Faleminderit Albina. Shumë faleminderit. suksese. Shumë faleminderit për ftesën.